Përsa i përket çështjes së vjetësisë të punë, unë kam pas edhe vetë një rast të tillë ku një qytetar i cili e filloi procesin gjyqësor për njojën e vjetësisë të punë në vitin 2013 dhe ndroi jetë i ziu dhe nuk e fitoi gjyqin gjykat lart, por nuk mori pensionin, se ndroi jetë. Nuk e përfitoi dot pensionin, jetonte me ndihmën që i jepshin vëllezërit e tij në pamundësi për të marrë atë pension që i takonte dhe të jetonte me indignitet. Kjo është plagë e sistemit drejtësisë dhe korrupsionit të sistemit drejtësisë, e cila donte edhe ajo që të merrte një përfitim për të dhënë një të drejtë, sepse unë kam procese gjyqësore qoftë të Korç, qoftë të Pogradec, ku persona që kanë punuar në kooperativë bujqësore, persona që kanë punuar infermier në kooperativën bujqësore, sepse i mbulonte kooperativa bujqësore, nuk kanë arritur të marrin pensionin, sepse nuk ishin në gjendje që të gjenin 2-3 veta, se i donte gjykata 2-3 veta, për shkak se arkiva e shtetit i ka të gjitha përsa i përket vjetësisë të punë dhe për t'i dhënë një pension qoftë edhe minimal, që ishte 8.700 lekë, ose 4.700 lekë, që ishte turp faqe zezë.